Qeveria tha se ura dhe rruga u shembën për shkak të rreshive të shiut. Çfarë ka ndodhur në të vërtetë? Po nga ato që kemi ndjekur, nga gjitha raportimet dhe lajmet, por edhe specialistët e fushës, po flas specialistë ata cilët janë të pavarur dhe të pandikuar nga qeveria, konstatojmë që shkaku i rrëzimit të urës edhe i gjithat i shpatit malor është pikërisht abuzimi që ka ndodhur me lumin shkumbim. Pasi ka pasur një shfrytëzim pa pa kriterë, shfrytëzuar pa kriterë, gjë e cila ka bërë dhe ka nxitur që të ketë një shkarje. Aq më tepër duhet kombinuar shfrytëzimin e lumit nga njëra anë dhe punimin nga ana tjetër për korridorin e 8, gjë e cila ka trysnuar rrugën dhe ka bërë rrëzimin dhe shkarjen e saj. Pra të gjithë specialistët, inxhinierët, gjeologët, cilët janë të pavarur, dalin në këtë përfundim. Dhe ka qenë dhe e them jo vetëm rruga e Librazhit, por të gjitha tashmë akset që ka pasur probleme nxjerrën në pa abuzimin dhe pa përgjegjësinë e pushtetit vendor, në pushtetit qendror, pra qeverisë shqiptare, dhe kemi abuzime të pamasa dhe kemi këto lloj situata që ne si qytetar gjendemi të papërgatitur dhe të pambrojtur realisht. A e prisnit ju një situatë të tillë? Sigurisht që jo, pra thash kemi qenë të papërgatitur për këto lloj situatash, kemi menduar shumë të këqija që mund të ndodhin këtij vendi, por që të bllokohet një aks kaq jetik për qarkun e Korçës, asnjëherë nuk më kishte shkuar në përmend, sepse ne nuk është se kemi rrugë alternative, po them të jenë të aksesueshme apo të jenë rrugë të cilat edhe pse mund të kenë pak vështirësi, po kanë minutazh të vogël tashmë për Tiranë. Pogradeci duhet për të erdhur nga Tirana në Pogradec, apo e kundërta, të mendosh që të hysh në një shtet tjetër, pra në Maqedoninë e Veriut, dhe të shkosh drejt Tiranës, kjo është absurde.